Përshëndetje miq të Radio Televizionit Korçë, si çdo të njëjtë, unë Enea dhe Petrika jemi në studion tonë në emisionin Thashë Theme Sport. Përshëndetje Enea, duket sikur tani emisioni tonë ka marrë udhën e dur dhe ne jemi këtu tani çdo të njëjtë për të komunikuar me telefonuesit tanë për të dhënë opinionet tona. Ti sot më dukesh entuziast në fakt. Unë jam gjithmonë entuziast, vetëm sot ke një shkëlqim ndryshe nga herët e tjera, do të thënë si gjithmonë. Ke ndonjë gjë specifike ku do të ndalesh gjatë këtyre 60 minutave apo do t'i marrim? Jo, i marrim si zakonisht, gjëra nuk është se ka ndonjë gjë specifike, s'është se më ka bërë ndonjë diçka, më shumë jo më ka surprizuar, unë i prisja faktikisht rezultatet e UEFA Champions League-s, ato ishin. Në Champions do të pyesim. Në Champions Interi do të ketë bërë një. Jo, më Interi unë kisha parashikuar një vështirësi shumë të madhe tek fusha e Bodos dhe ashtu ndodhi, sa pësoj një 3-1 dhe rrezikoj tani që komplet Serie A, që je ti tifoz edhe shumë të tjerë në Shqipëri, të ngeleni. Tani është në ditë të vështira, po unë jam tifoz i Series A që nga viti 2000. Kështu që në ato vite Seria A s'pyeste për asnjë. Po mirë në ato vite tani ka ndryshuar. Tani është kampionati anglez, i cili është kampionati anglez ka 4 shkallë bosh. Pastaj vjen La Liga, pastaj vjen Serie A. Edhe kaq shumë ka ndryshuar gjërat. Kampionati anglez sot është, nuk e di unë, po ka shkuar në nivel UEFA Champions League, mund ta them. Ai himni Serie A ose ajo momenti futjes së skuadrave në fushë, po e nisim pak me bisedë sot, por që nuk është kam mirë, kemi ne brenda kuadrit jemi. Mua personalisht më jep një emocion ndryshe nga çdo kampionat tjetër, nuk e di, kam nostalgji nga që je tifoz me Milanin. Edhe kjo ndikon patjetër. Ne gjithë me Milanin do vën tani se do eliminohen të gjitha ekipet italiane. Nuk besoj se do të ketë surpriza, domethënë surpriza tani Inter është ekip i madh dhe 2-0 në fushën e vet përballë një ekipi si Bodo Glimti dhe mund t'ia dalë, por që unë i shikoj një ekip shumë të fortë, ekipin e Bodos dhe një ekip i cili nuk besoj se do kalohet kollaj. Ktheve skaletën nga këmbët. Po s'ka problem. Ishte në fund Champions League, por që Petrikës nuk i rrihet. Do ta nisi me Skënderbeun Petrika, sepse jam i sigurt që edhe ata teleshikues që na ndjekin tani mezi presin që ne të flasim për Skënderbeun, sepse siç e kemi parë aty është dhe debati më i nxehtë. Aty kemi dhe telefonuar. Aty kemi hallet ne. Aty kemi hallet, fikse për mbledh tamam kjo. Kështu që do të flasim për Skënderbeun, megjithëse nuk është se jemi në fazë halli, po themi, sepse kemi fituar. Unë thash në konceptin që aty na rimendje. Kemi fituar përballë Apollonis me rezultatin 3-2. Një fitore që u duk një moment e lehtë kur rezultati ishte 3-1, por një gol në fund u duk edhe vështirë kur ishte 0-1. Po, në fillim fare, por që në fund edhe goli i dytë i Apollonis sikur na trembi pak. Po, na trembi dhe na rrezikoi përsëri. Ishte disa minuta ende loj, kështu që mund të ndodhte. Si ke parë ndeshjen, çfarë të ka bërë përshtypje, ti si gjithmonë je prezent në shkallët e stadiumit, kështu që mund na tregosh edhe ndonjë gjë më tepër që ne ose do me thënë gjithë tifozët nuk e kam parë nga ekrani. Atëre, shko, unë do shikoj atë që do t'rregoj atë që unë pash. E para njëherë kur ka qenë rezultati lojës 0-1 në tabelën e renditjes Laçi na kalonte sipër. Që do të thotë që ne humbistim komplet kalendarin e fazës së tretë. Mirë po ja dolëm që të marrim këtë fitore me shumë vlera, sepse nëse do të gabonim këtu ishte pika më kyçe e të dyja fazave që kanë kaluar. Nuk duhet gabuar këtu. Nuk duhet gabuar patjetër sepse të merrte kalendarin dhe në fati ton që ne e përmbysëm atë ndeshje me 3 gola të Sale Nasri, i cili ishte protagonisti kryesor. Nasri që ti personalisht nuk ke ndonjë simpati. Jo, nuk kam simpati. Është lojtari i kategorisë parë, kam thënë unë. Po, ti e përmend. Në kategorinë e parë ai është nga lojtarët më të mirë. Që brenda ai erdhi në janar 2024, mos gaboj. 2025. 2025, po, këtë drejt. Do me thënë fundi viti 2024, ja fillim janari 2025, ai erdhi te Skënderbeu dhe që nga momenti na rrezoi nga kategoria. Jo, nuk të rrezoi në seri, sepse ai edhe në 6 mujorin e parë të Skënderbeu. Ai bëri gola. Ishte shumë. Na kthen brapa. Po kthen se un kam qejf. Pse na kthen brapa tani? Tani po nuk e di pse, madje na shënoi me Ignatian. Do presim edhe telefonatat që ti diskutojmë dhe do t'ja u bëj pyetje specifike këtë pjesën temën e Naserit. Ju pëlqen apo nuk ju pëlqen? Ka shnuar mbi 20 gola brenda një viti te Skënderbeu. Po dakord. Po çfarë të bëjmë? Po e vjen në dyshim. Për mua nuk është lojtar, po se e pash në superiore. Po çfarë të bëjmë? E pash më në superiore. Çfarë duhet të bëjmë më shumë që ti ta pëlqesh? Çfarë shumë kategori të parë, në kategori të parë nuk ka një simac ore. Nuk është kategori e parë një simac. Ore është mirë aty, pse s'e pëlqen? Pse s'e pëlqen? I më kodve. Do ta thoshe s'doj ta rëndoj. Po jo më dhe
do thash tamam ri, mos salutoti. Unë po të them, ai lojtar dhe në qoftë se ne bëhemi ekip i madh dhe Skënderbeu i madh, nuk do ketë vend ai mund të jetë rezervë. Në minutën e 70 mund të futet në fushën e lojës. Mirë, ndërkohë regjia ka shfaqur numrin e telefonit në ekran për gjithë ata që duan të na telefonojnë dhe të jenë pjesë e diskutimit në emisionin ton thashë them me sport. Okej, vazhdoj linjën e fjalës që do thoje sepse s'dua. Mbase Naser e ka marrë veten ose thua tani që ka marrë minutat sepse po tregon, të themi atë që është tani që po tregon që po është një lojtar i vlefshëm. Mbase kur erdhi në fillim nuk më pëlqeu dhe nuk ishte lojtar për superiore sepse ka humbur raste të pafalshme flagrante dhe golat i ka bërë të kam thënë në ndeshjet me Ignatin me Vllaznin, të cilat kishin një farë tolerimi ndaj Skënderbeut të vjetshëm. Gjithsesi, në kategorinë e parë mund të themi që sot për sot Naser është lojtari më i mirë i Skënderbeut dhe po e tregon këtë. Po. Dyshoj se si do të shkojnë për në superiore. Nga ne nuk e di si do shkojnë. Bëri 3 gola në ndeshjen përballë Polonisë për ta lidhur edhe njëra aty ku ishim. Ishte lojtari decisiv dhe kryesor, pra një rikthim i tij na ka bërë shumë mirë për ekipin sepse është ai që na nxjerr nga situatat e komplikuara. Për tani ne më të mirë se ai nuk kemi. Jo, mund të themi që dhe këtë mund ta themi që është lojtari më i mirë i ekipit sepse edhe nga blerjet e reja nuk shikoj ndonjë nivel që të jetë te Naser. I kemi në fakt një temë diskutimi edhe blerjet e reja, në fakt edhe unë i kam parë me vëmendje në 2 ndeshjet e fundit dhe mund të them me plot gojë, do me thënë patjetër që do mirëpresim edhe mendimet e atyre që mund të na telefonojnë në vazhdim, por që nuk kam parë absolutisht asnjë lloj shkëndije nga këto goditje të Mercatos për të ngrohur ose për të ngrohur llafi dur që po kemi marrë një lojtar që do të na bëj punë. Deri diku një shkëndi fare totalisht të vogël, Beshiraj, por që edhe ai besoj që këtu do të mbetet, nuk është se do të bëjë ndonjë. Ata kanë kohë edhe shko që të dalim në një konkluzion më real, sepse ne ti mund të thuash, po jo, ndoshta jemi dhe shpejt. Po pra, nuk më për këtë po them, për dalë në një konkluzion më real, ne duhet të presim javën e 4 të debutimit të tyre. Do presim edhe pak. Që mund të themi që okay, ky lojtar mund të shkojë deri këtu, ky lojtar mund të shkojë deri këtu. Dielli duket që në mëngjes thot populli. Dakord, mua nuk do më pëlqente sepse do doja që të kishin çik nivel këto blerjet që kemi marrë dhe shpresoj që ta tregojnë në vazhdim, por që më vonë do ta shikojmë, domethënë unë s'dua të dal në sepse unë pranoj. Ti s'do të dalësh të nxitohesh në mendimin tim. Jo, nuk nxitohem, dhe unë kur i them gjërat, i them pasi i kam analizuar dhe pasi i kam parë këta lojtarë. Domethënë pasi më kanë bindur ose jo nga siç ke analizuar Naserin për shembull. Po prandaj po. Që ke parë një vit, edhe s'të pëlqen. 6 muajt e parë me Skënderbeu në superiore nuk ishte lojtar. Ishte lojtar fasad, ishte lojtar kukull për shkak se bëri 6-7 gola. Bëri gola, po humbi rastet më decisive kur duhet të pasonte për shokët. Pra neve humbëm pikë. Sa vjeç është Naser? Nuk kam një informacion të saktë, po diku në 26-27 vjeç. Është në kulmin e karrierës së tij. Mundet, prandaj po them që ka të ardhmen. 3-4 vjeçar ai ka të ardhmen, i ka mundësitë për të bërë një lojtar decisiv dhe në superiore. Okej, tani unë dua që këtë dilemën për Naserin sepse unë e pëlqej si futbollist, ti nuk ke një simpati, dua ta ndaj edhe me telefonuesin. Sa vlen të pyesësh për Naserin? Jo do ta pyes, më është pyetje specifike më vete përveç diskutimit që do të bëjmë. Do ta pyesim patjetër. Kështu që mirëpresim telefonatën e parë, që sapo kam mbritur. Po ja nuk e dim. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Mirë se erdhët. Ne Iliria. Çfarë? Iliri është Ilir Janoja, është gazetar i njohur. Ose ishte Iliri nga Elbasani? Jo, ne kemi një mik nga Elbasani që quhet Ilir. Por që është Ilir Janoja, është miku im, mik i radiotelevizionit të Korçës. Mirëmbrëma Ilir. Ere pa që më bëndë nga Elbasani. Nëse, djalin që më tha nga Elbasani do të bëj një pyetje. Unë nuk e njihja tash, bëj gjatë për të parë dhe më pëlqeu domethënë në mënyra se artikuloheshe. Po. Por do të them, nga të futbollistë që ka parë ai, edhe unë kam ndjekur Skënderbeun shumë. Më thua një nga këta kategorisë, kategoria 2 të quajmë në kategorinë e parë, përveç superiores, që është më i mirë se El Nasri. Jo, nuk ka lojtar më të mirë se ai momentalisht as nga ekipet e tjera, përveç Umejegos, që është te Apollonia. Përveç atij, nuk ishte mo. Po luajti jore. Përveç atij nuk ka, domethënë vetëm ai mund të jetë më mirë se Naser. Ti mendon, dëgjoj. Ti mendon për Skënderbeun që do vjen në kategorinë superiore? Po. Trajnerin, ai do më të këtë trajnerin në zgjokën? Me thënë të drejtin jo. Po pse? Nuk më bind, domethënë jam diku në 60 me 40.
Po si e krijon bindjen ti? I njëjti futboll luhet si në kategorinë superiore si në Shiko, ja ta shpjegoj si e krijoj bindjen. Bindjen unë e krijoj që ky trajner dhe ky bosht dhe këta lojtar mua më rrëzuan nga kategoria dhe unë nuk e fal këtë rrëzimin nga kategoria. Që të më mbushin mendjen mua këta lojtarë, atëre do duhet akoma më shumë se çka kanë vënë deri në këto momente. Kjo është ideja. Ideja që thua ti pranohet deri diku, po ta shikosh me këtë gjuhën në kod, domethënë kështu që prisë këta lojtarë në zonë nga kategoria dhe këta sot nuk bëjnë. Po ata na rrëzuan nga kategoria në një kategori më poshtë janë më të mirët këta ora. Më fal, këta që ka lojtarë ka Interi, këta mund të zhvillojë ekipin e Evropës, djeu mund të nga Bodo Glimt. Ata ose të zajmë City ose të zajmë një ekip tjetër më thash. Futbolli nuk luhet njësoj në çdo kategori. Dhe nëse ne kërkojmë një Skënderbej që të jetë superior, edhe në ligën superiore që kërkojmë neve, është nga këta lojtarë që ka, çfarë mendon juve që mundet të përshtatet përsëri në ekipin e parë? Një, dhe e dyta që është më kryesorja. Ku mendon juve që do të zhvillojmë ndeshjen Skënderbeu? A bën ky stadium përsëri për zhvilluar ndeshjet? Në kategorinë superiore ai ka të gjitha kushtet. Po mirë, prit të mbaroj një herë bisedën, mos u nxito. Okej. Sa herë ndoqën Skënderbeu në Elbasanti, kur ishte në grupet e Evropës? Të gjitha ndeshjet. E ndoqën në Elbasan? Patjetër. Edhe prapa ndikim në Elbasan tash. Po, tani ne ti po thua skenarin më të mirë. Ore shiko, të shkojmë deri aty për të vajtur në Elbasan, po më këmbë do vetë në Elbasan. Jo. Më këmbë do të shkoj. Nuk është atje. Prandaj bën sa plane, janë sa plane që bën. Është ky stadium, nëse ne nuk kemi fonde, nuk i marrim ato fonde për të bërë një stadium të ri, mendohet si mund ta zgjidhim këtë punë, në rast se nuk bën dot një stadium të madh që për mua është utopike, që s'mund të bëhet dot as tash as pas 4 vjetësh, si mundet ta bëjmë këtë stadium që është me një lloj investimi që të bëhet i përshtatshëm edhe për Kupën e Evropës. Me një 7.000 vesh, mos i ka si çes, 6.000-7.000 vesh. Ne në kohën tonë, se unë të vegjël, kur Skënderbeu ishte Skënderbeu mirë në 76, 77, po të shikoj një nga tifozët, ishin 3 shkallë të larta ekuri, kur jeni ne, ç'shtohesh ai. Po mirë, tani nuk e kuptoj ku do të dalësh, se s'kemi stadium, nuk vem dot as në Europë apo Jo, ti më kupton ku do të dalë, unë do të dal, megjithëse më te kërkoj më të madhen, dhe e madhe kërkoj kështu. Ne e mendojmë faktikisht që Skënderbeu ka dalë në superiore, vetëm në superiore. Po. Në superiore, çfarë objektiva ka Skënderbeu? Ata objektiva do të, kur mendohet që është falja si vit. Atë nuk e dim ne, domethënë shiko, ja ta them unë diçka tani. Në dhjetor, me blerjet që erdhën, nuk ishin në projekt afat gjatë. Pra unë prisja që të afronim 2-3 lojtarë të cilët mund të qëndronin dhe në kategorinë superiore, pra mund të ishin një nivel shumë i mirë që ne të vazhdojmë atë rrugën, sepse të gjithë opinioni sportiv, të gjithë tifozët, të gjithë njerëzit në kohë që presim që neve vitin tjetër të ndërtojmë atë ekipin simpatik dhe të shkojmë direkt për vend të katërt. Dhe unë këtë shpresë kam, por kjo do duket në qershor. Si do vesh ti për vendin e katërt? Duke ditur që ekipet e tjera janë ngritur shumë më shumë dhe kanë ngritur edhe nivelin e lojës dhe nivelin e buxhetimit. Ilir. Ne ku jemi në këtë shkallë? Si vjet duk me pagesa dhe me buxhet. Patjetër që kështu vjet. Se nuk vjet me këta lojtar, jo, me këta që po mbron ti dhe me trajnerin që po mbron ti. Jo më le të mbroj unë tash, po ti për mua ti si mbroj unë, si bi unë di ne çka di në krah. Ma bëti ashtu që kur flasim për Skënderbeun, duhet të mendojmë, nuk është më sot Skënderbeu që ne ta mendojmë të vejë për të mbetur në kategorinë superiore. Ne do mendojmë për një plan afatgjat, dhe plani afatgjat bëhet duke eksperimentuar dhe me lojtarë të rinj, dhe lojtarë që mund të mendojë që t'i futin përsëri ata në ekip, që të luajnë. Më kupton? Ilir, është që ke vështirë në fakt të mbushësh mendjen Petrikës, se unë kam... Për çfarë të më mbush mendjen më? Shko, ne më duket se dalin të dy në një konkluzion. Juve si e prisni Skënderbeun e vitit të ardhshëm, se unë këtë nuk po kuptoj. Unë Skënderbeun e vitit të ardhshëm nuk e shikoj kur vetëm nga përbërja e ekipit. E shikoj në kompleks çdo gjë. Okej, atëherë në kompleks, në çdo gjë ato që ti di ose në ato që ti analizon. Ne vitin tjetër luftojmë për vend të katërt apo jo? Në këtë mënyrë që jemi ne? Po. Jo, është absurde. Po këtë po themi. Por ne luftojmë për vend të katërt, po të fillojmë që tani
që të mendojmë për tërë kushtet. Për tërë kushtet. Që nga stadiumi. Po, nga të gjitha gjërat. Nga të gjitha gjërat, nga mënyra, nga pusha i lojës. Po, që te infrastruktura nisa e normal. Zbata e punë tani mbarovja e punë e stadiumit se ekziston në iku mbaroi. S'to bëj. Jo, pikërisht, në rast se nuk ekziston ti je i bindur. Kur luanim ne në Elbasan, mos harro që Elbasani që ka gënë dytë. E tash një Elbasan, nuk e ketë lejtë të luash ndeshjen në Elbasan. Me këtë Elbasan që sot. Kur duke menduar që atje luan Dinamo, luan Elbasani. Okej. Po, dakord, unë s'po them që në QPs, po, ore shiko, edhe një. Shumë ju uroj suksese. Ilir. Bare për zotin, më pëlqeni shumë. Edhe parë ishte e di ku më pëlqeve më shumë, që the, është kampionati anglis, janë disa shkallbosh. Terdi mirë këtu, brazer. Unë jam fan si kampionatit anglis, po varësisht se nuk jam ekipi im, nuk është në kampionatin anglis. Unë jam që kam lindur me Liverpoolin, ekip me anglezët, me gjitha. Është babaj tim me Liverpoolin, edhe ndjek shpesh si ekip. Si ka me babaj? Thoma Vangeli. Po sigurisht në njëmi, të tifos e Liverpoolit njëmi. Ju aqin ju, 5 veta jemi në qytet. Po jo më 5 veta, se 10 veta... Ti profesor Pandushi... Sepse 10 veta janë vetëm në familjen time, këta marrë vesti. E mirë, oke, është prej agabim 5 vise atere. Jo, ne jemi shumë anglezë, dhe nuk e njëni. Ore, tash ne të Milanit, çfarë duhet të themi, o brazer? Në juve të Milanit, dhe se pas dhjem Milanin me komë. E las Milan me komë. Edhe nuk e dinja kepo shikonja. Po potin me gramozin. Po çfarë të bëjmë, na ka zënë dhe do ta heqim tash. Po mirë. Mirë se komo është ekipi i ri me gjëra të tjera. Po ka investuar është. Po. Ka investuar në ngrit. Po si mund të veshin panelin e Milanit atë? Shiko, ti e di që unë kam mendjen akoma në 2003, 2005, 2007. Mira, atje mbaj e ti. Po që bëj? Atje mbaj e ti. Unë ta mbaj në Barcelona 2010. Ilir, të përshëndesim. Nejse, Milani është tjetë që. Mirë do unë përshëndesje, uroj shumë suksese, jeni shkëllqyë. Rofsh, do të gjojemi përsëri besoj. Faleminderit shumë. Hajde, pafshim. Shiko, për të vazhduar atë që la zotria për pjesën e kushteve dhe të stadiumit, nëse Skënderbeu shkon për 4 dhe shkon për të luajtur në Europë, do ta gjejmë një orar aty në Elbasan Arena ose këtu. E orarit se stadiumi ka ore. Është zhbëri Elbasan, zhbëri Ir Albania me 20 minuta lëvizin. Ai po thoshte që na duhet një stadium këtu, se janë gjithë këto stadiumi s'bëhet më. Mirë ishte ishte bërë, pse po jo mbeti asnjë kompani nuk u ofrua dhe fakti që su ofruar këtë kompani, bashkia dhe shteti dolën me deklaratë që nuk arrin dot ta financojnë dhe kështu përfundoi, domethënë s'mund të themi mes. Mirë, më po të pak se kishim ndërto vite që theshim në janar do fillojnë punimet, Ikën ja 2-3 janar. Ikën ja 6 janar kështu. Nuk ajo ikën në pjesë stadiumit, do vëmë në Elbasan. Ku diun? E do vëmë në Rogozhin. Aman thashë zotëri. Nëse shkojmë edhe njëra aty, unë do të nisem kamp. Vetëm të përjetoj. Ai të ka marr malli. Ato emocione që kemi përjetuar në ndeshjet europiane, lereve nuk krahasohen as me superiore, kategori e parë. As diskutohet kjo, nuk krahasohet me, të më thonë, të fitosh 10 kampionate rresht, apo një performancë aty. Kam dëshirë ta kemi një emision enkas vetëm duke kujtuar ato ndeshjet. Parë kemi kujtuar pak. I kemi përmendur pak. Po kanë qenë shumë të bukura. Për shembull, mua më ka mbetur në memorje ndeshja me Neftçi Baku. Me gol të Orelesi. Orelesi, gol në shtesë aty. Do me thënë emocionet që kemi përjetuar atë ndeshje, tash s'kam përtuaruar kur. As vetë presidenca nuk e priste që ne ta fitonim. Na shpërshëndron. Vetë presidenca nuk e kishte menduar të fituar atë ndeshje ose se mund ta fitonim atë ndeshje. Okej, tani ndeshja me Apollonin u fitua 3-2 me vështirësi, me kështu u fitua, jemi në vend të parë akoma. U fitua. Jemi të favorizuar për vazhdimin e kampionatit, kështu që çdo gjë është në rrugën e dur. E nisim tani gjithmonë që nga vendet poshtë, pra ne e thamë edhe te emisioni sport që 4 ndeshjet e para janë shumë decisive. Dhe pavarësisht se janë ekipet që luajnë poshtë. Kuksi ka treguar ndeshje, ka paraqitje shumë të mira. Ishte në kotën e 9 pikëve, sot është 16, pra ka arritur të marrë disa rezultate pozitive. Gjithashtu dhe luftëtari, pra po luftohet shumë fort në fundin e tabelës dhe përballë Kuksit që e nisim ne këtu në Korçë do ta kemi shumë të vështirë
që ne të marrim. Më të mirën se për të fituar të fitojmë në ndeshje. Kemi një tjetër telefonat ndërkohë dhe do ta mirëpresim. Alo. Përshëndetje. Po, Iliri nga Elbasani. Ja, tani ne të ngatruam o Iliri. Na telefonovi dikush tjetër me emrin Iliri dhe të ngatruam. Më kujtot të erdha. Tani, sigurisht Ilir me shumë vështirësi. Iliri merr me radhë tani, ka një analizë. Vazhdo vetë. Nuk ka nevojë të bëjmë ndryrje nesër ti e di çfarë do thuash. Me shumë vështirësi po Korça fitoi. Po. Rëndësi kam pikët. Pra arriti 3 pikë. Unë nuk kam rezultat thellë. Kështu ka shkuar gjithë pjesa faza e parë dhe faza e dytë e kategorisë së parë. Me zor. Rëndësi kam pikët kemi thënë. Po. Sepse në faktikisht Korça luan sin transfert, dhe në Korçë luan shumë bukur, sidomos në transfert. Nga disa avantazhe, kalosh në avantazh si në Kavaj. Edhe Kavaj kështu ka qenë. Po Petrika ishte më e vështirë në Kavaj. Luan bukur thot Iliri. Kishte ndonjë korrigjim? Jo, luan bukur, kur ka përmbysje rezultati, shikon. Kur ka nuk është e thënë gjithmonë që të përmbysje rezultati të vi me lojë të bukur, a? Ka dhe të vjen edhe me tifozu, me fanelë, me stadium. Dhe ne imponuam këtë ekipit të Apollonis, ata janë ndjem të rinj, Apollonia ka nga ekipet më të reja në kampionat, me moshë mesatare domethënë diku në 22 vjeç. Kështu që presioni të gjitha bën që ne ta përmbysnim ndeshjen, por jo se bëm ndonjë lojë të bukur sepse në asnjë ndeshje s'kemë bërë lojë të bukur. Ti e ke thënë Jo, në asnjë ndeshje, jo. Petrika deri tani thotë që asnjë ndeshje Skënderbeu nuk ka bërë futboll të bukur. Tani këtë javë dy kryesuesit luajnë me dy të fundit. Po, vendi i parë me vendin e fundit, po. Me Kuksin dhe me Gjirokastrën. Po. Po këto 3 pikë diferencë Korça do i ketë. Ju mendoni që Gjirokastra të ketë barazimin atje ose edhe surprizë se jo, edhe mund të fitojë. Shiko, edhe te Laçi, po thua pak më përpara që dhe Kuksi dhe luftëtari kanë ngritur shumë nivelin e tyre. Dhe do të jenë ndeshje shumë të vështira. Nuk është çudi që edhe Skënderbeu të shkas këmba po. Kuksin e mundëm vetëm në minutat e fundit në Kukës. Tash këtu në Korçë ndoshta do jetë pak më ndryshe situata. Si e pozitiv, ma e ke patur gjithë kampionatin këtë. Një çik më pozitiv. Unë s'mund të them pozitiv për diçka që s'më bin. Po me Kuksin, më çfarë tani rase llogarisin Kuksin. Po ti se ke parë Kuksin në ndeshjet e fundit, prandaj flet kështu. Po çfarë do bëjmë? Gjithmonë pikët. Pikët, dhe ne kështu një fitore 1-0 pas 85-s. I kënaqur jam. Po se këtë sezon ata, këtë objektiv kanë Ilir më fal. Ata duan të ngjiten në superiore, pastaj është muhabet tjetër sezonin e ardhshëm. Nuk do jetë ky Skënderbeu. Edhe vetë presidenti këtë qëllim kishte këtë vit, se unë kam parë as në konferencë shtypi as në gjë. Këtë vit ka heshtje tha. Ka heshtje se dhe ai se shkon te ekipi i kategorisë. Nuk ka rëndësi ka që të ngjiten, pastaj se si lojë bukur kjo për momentin nuk ka shumë rëndësi. Ne na kanë në përpjesë të merremi me lojën tash. Kemi ç'bëjmë për momentin, do vuaj. Skënderbeu mund të ishte në Superlig. Por sepse me Ballshin për shembull ai fitoi 2 herë në Ballsh vjet. Po. Dhe nga 2-0 në Korçë arriti barazimin 2-2 dhe Ballshi mbijetoi. Po. Ajo ishte 2-0-2-2. Më fal. Ka një batutë në fakt nga Iliri që na telefonoi në fillim Iliriano, ja, thotë, kujton golin e Orelestit, Ilir do të ti e ke mban mend ndeshjen me FC Baku, dhe thotë, nëse mbani mend sa bëri golin Orelesti, u gëzuan shumë tifozët, të kujtohet edhe taka i gjithë, edhe ra Zilja në tribunë. Ra një zile në tribunë. Ra një lloj zile që, okay, disa nuk e kuptojnë, por s'ka. Ra një lloj zile sepse ndoshta ashtu ishte thënë që të binte ajo zile. Zile. Ka patër zile të tjera më përpara, po mos hyjmë. Më përpara dhe më mbrapa. Po dhe më mbrapa, Urdhro Ilir, vazhdo. Shumë interesante është bërë Champions Liga. Po. Unë uroj që pavarësisht se unë jam me Bayern në minut, sa bukur. Po unë uroj që një skuadër italiane të kualifikohet, pavarësisht unë mendoj që po. Domethënë Interi e ka të sigurt. Vetëm më shumë shanse ka Juventus se sa Interi, mendoj unë. Interi është fokusuar te kampionati, nuk e ka shumë mendjen te Champions League këtë sezon. Po njëra do jetë se s'bën e kualifikuar.
Unë si tifoz italian që jam... Edhe Atalanta kam shumë shanse se sa Interi dhe se Juventus. Po Jo, me Atalanta shumë dark. Okej, japi mirë e po se çikë. tifoz Gjerman prandaj. Të falenderojmë Ilir gjithmonë për ndryrjet që bën emisionin tonë. Edhe ju uroj një javë të mbarë. Faleminderit, gjithë të mirat kesh. Tani, një parashikim për ndeshjen me Kuksin dua. Mira se të pash që ishe skeptik dhe thua që edhe sfitojmë dot. Nëse Skënderbeu hyn në fushën e lojës duke menduar që po luan me vendin e fundit, do të jetë një vetë vrasje për Skënderbeun. Paraqitjet e fundit të Kuksit kanë qenë mbreslanse. Me Laçin 1-1 në fund fare ka shënuar Kuksi nga faulli mos gaboj dhe ka fituar si ndeshje. E ka fituar Laçi. Po se bëri dhe sa ndryshime në merkaton e janarit. Bëri ndryshime, ka bërë një ekip të mirë që po mundohet që të shpëtojë nga rendering e kategoriave, do të vinë në kohë shumë i uritur. Do të jenë të uritur. Kështu që Skënderbeu do ta ketë të vështirë. Po jepi një parashikim. Shpresoj 1-1. 1-0 për Skënderbeun. Po pas minutës së 80. Si gjithmonë. Po arritëm ta bëm, po se bëm. Unë shkoj 0-0. Për mua është më e vështirë kjo me Kuksin se ndeshja me Apollonin. Okej. Sepse do vinë ndryshe. Do vinë ndryshe Kuksi këtë javë dhe do të kemi probleme. Okej, tani kemi edhe një tjetër telefonat në këtë fund pjesë të parë të emisionit. E mirëpresim. Alo. Alo. Kush jeni nga po telefononi? Unë jam Aliu nga Erseka. Aliu? Po. Ndë nga Erseka si janë gjasat, apo vjen ai apo ka ngelur? Erdhi italiani. Po bëhet si ato telekomedia, po vjen ai? Unë rritë në Tiranë, po. Po kush rinë të mishtë andesh të thonë? Mirë janë, mirë, po. Me këta lojtarë së në mbuqet mendja që të rinë në superiore pastaj Korça se shumë. Ja, këtu fole sakt, po, me këta lojtarë nuk rritë të superiore. Kjo, këta e dim. Ajpet, unë me vishërësi e mori këto halë aty, me Lushin ajo me Apollonine, pe. Po, e pamë. Apollonia që beri një gol da ju, golin e fundit, ana me të gol e beri mbrojt. Super gol ka bërë, po. Mund të vinte edhe 3-3, thuaj. Vinte edhe 3-3. Po, ku tjetë. Ajo, sa to vena ta për zben gjatja para portës, janë mjestra për të gjojtë. Ore, më shua një kuriozitet, ju nga Erseka jeni tifoz të Partizanit shumica, ma është e vërtet kjo, apo jam? Ja, ta mirë, tani unë jam me Skënderbeu me qëtë që jemi andeja pa. Mirë, ja shumë mirë, këshu e logjika është e sakë, po të them, gjithë Erseka tifoz të Partizanit janë obur. Se tja nga jo zonë, një dhe që dhe... Unë punoj Leskovik, ore. Po miro, kolonjë është. Po ja, me Leskoviku është pak më ndryshe se Erseka. Me ke janë ato të Leskovik, edhe ato me Partizan. Edhe ato Partizan Dinamo janë të ndarë. E shikon? Ali, faleminderit shumë që na telefonon, shpresoj të dëgjojmë sërish në emisionet të tjera. Natën. Tani, Petrika, jemi në fund të kësaj pjesës. Partizani dhe Dinamoja janë dy ekipet që kanë më shumë tifoz në Shqipëri. Dinamoja i ka të shko, edhe në Korçë ke shumë Partizanin. Po pak janë. Shko në këto zona, brenda qytet jo, po këto zonat po. Ta mirëpresim dhe një telefonat tjetër. Sa do mirëpresim ne. Po mirë, pastaj vëmë ne bëjmë fare publicitet po të ketë punë. Nuk ne. Ja, mos thjesht. Alo, Ani jam. Përshëndetje Ani. Si ju mirë? Mirë. E ke ç'mendon për Skënderbeun? Po, më mërzit kjo loja, mirë, 3 pikë më kënaq, po duhet loj më e mirë. Tashi ne, po na dëgjove Ani, kemi thënë që këtë vit e fitëm mendjen që nuk ka lojë të mirë. Tashi duam pikët, kështu po themi. Mjaftojmë pikët. Edhe unë dakord jam. Okej. Me ki je tifoz nga këto skuadrat europiane? Po nuk e ka Milanin të vit në... Emir s'kaj që ti... S'kaj se dhe Interi me ju do vit tani. Interi, Juventus, Atalanta, bashkë me Milanin aty tani të gjitha për kampionate. Tifoz milanist tani ka lezet do me the, nuk ka më mirë. Po, vitin tjetër do do. Vidani, faleminderit shumë për telefonatën. Vitin tjetër do kënaqem unë edhe ai mësuesi anglisht si Leskovikut me qenë Leskovik. Mësuesi anglisht me Milanin është me. Ka shumë me Milan se ke ide statistikoz me Milanin. Ai është me Milanin dhe me Partizanin. Po vetëm kjo e dyta më mërzit pa. Ashtu është ai se mua i më kujtoa kur i thash atij para telefonuesit për këtë. Po janë edhe tjetër që kam nga Erseka me Partizanin. Po, shumica aty janë me Partizanin. Kam bërë ushtrim. Skënderbeu në zemër e kanë se jemi një qark.
Patjetër. Ani të përshëndesim. Kalofshi mirë që të dy dhe jeni vërtet të mrekullueshëm. Ros, faleminderit shumë. Me Milanin, po dëgjova që thonë jam me Milanin, e di sa dua të bëj muhabet tani të ulem edhe të filloj të. Po, çfarë do fillosh? Jam tip nostalgjik. Do fillosh ti 2003-shin ata do vënë në. Ti s'ke faj po jo, se ti je me Barcelonën, domethënë ti je 2010-a e mbrapa. Po si 2010-a jam unë. Jam 2005, 2004 me Ronaldinho. Me Ronaldinho, pastaj erdhi Messi që erdhi periudhar. 2004-2005, po kush shkonte një vit po inviton finale të Champions-it ato. Po mirë, e di, mos po them që Milani Milani mund 3-0 në finalen e Champions. Do më ishte 3-0 dhe u barazua 3-3 në Liverpooli i Lirit. Kështu që mos ma kujto. E po çfarë, pastaj në Athinë, hajde se që në tjetër historia e 2007, po pastaj që atëre s'u duke më. As kampionata. Ndryshoi futbolli totalisht aty sepse ndryshoi futbolli. Futën arabët në. Po ç'lidhje ka arabët hyn nga do, asnjëri skori sukses. Po mirë, ishte ndryshe. Se këto Interit arabët i futën Juventusit që bëri 10 vjet fitore me Allegrin ishte. Spystat për arabas për azë. Bëri fitore në 8 vite kampionat rresht. Në Serie A, po në Champions shkoi dhe Juventusi në 2 herë në finale shkoi. Interi mori në 2010-ën kanë edhe Interi që në 2010-ën e uli kokën edhe po pavarësisht këto viteve të fundit që ka shkuar në finale. Është vështirësia e kampionatit italian në përgjithësi, kjo është. Ka që vështirë është ta fitosh Serie A. S'ke investitorë, siç janë investitorët në Angli dhe në kampionatet të tjera që të investojnë kaq shumë lekë në. E shikon ti sa e blej një futbollist Milani sot dhe sa e blej Barcelona atëherë. Po Barcelona blej as mua as ty s'ta blej dot tani në këtë moment që. Në këtë moment, po më përpara, po Liverpooli sa e blej. Këta Angli po. Jo. Camino ka bler, po që shënci ka janë shifra të frikshme, okay. Nuk si të krahason atë si shkoi Milani në finalen e Champions. Po kjo s'është faji i Liverpoolit edhe i kampionatit anglez. Po them se ka faji Liverpoolit. Kështu është situata sot. Mos din ta ngrenë stekën. Po jo s'din, din po s'kan lekë. Po mirë. Ai din edhe shumë më mirë se këta të tjerë. Tani do bëjmë një ndërprerje fare të shkurtër publicitare sepse ka ardhur fundi pjesës së parë të emisionit dhe në pjesën e dytë do të fokusohemi tek futbolli evropian. Ne kemi prekur dhe tani, por do të flasim për Champions League, por dhe pak për kombëtaren shqiptare. Po sepse do të mësojmë se çfarë ka ndodhur me lojtarët kuqezin që luajnë në Europë. Rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Duket se kemi telefonat. Më duket se më njëherë kemi një telefonat që po na pret për tu lidhur direkt me ne. Emir Presti. Po patjetër unë jam Petrika dhe ne. E po s'ka mundësi bre me telepati. Është pjesë e numrit. Me telepati të gjebre Spartak. Ku je gigant? Si je, mirë. Mira, si jeni ju të dy? Po s'të doli parashikimi 5-0 na the. Po mirë. Po mjafto fitoj i parë. Ishe stadium ose na the që do vish? Jo, u treba na kuan, çikë. Ashtu, dhe po do vish të shtun. Po mendoj se po. Po mirë, në rregull. Si të duket tani me Kuksin do fitojmë? Po si një sallatë me domate. Sallatë me domate thotë. Do të do fitojmë? Shen ke optimist o Spartak? Se do të fitojmë sallatë me domate si. Se thash se porosite i sallatë me domate, bre. Është sigurt që fitojnë, domethënë, kështu e ka. Jo, ku di unë se di, në shkuptim e ke sallatën me domate, no? Do të thënë që është e sigurt që fiton, aq e thjesht. Ju e kuptoni akoma. E thjesht fare domethënë. Bravo tani, Petrika tani, mos e humna. Po se di tani. Por sallata me domate do të punë. U them. Buk me vaj thuaj. Pas kemi për të fituar sallatë me domate, e mora kështu. Varet se e marr. Mirë, të lumë të goja Spartak, edhe faleminderit që s'na haron asnjëherë. Jo. Okej, tani do të fokusohemi tek kombëtarja shqiptare sepse e përmendim nga java në javë gjithmonë. Regjia mund ta mbajë numrin e ekran? Edhe për kombëtaren mund të kemi. Kush të doj për ne kemi të lirë temën. Jo, dhe kombëtarja ka në fakt. Kombëtarja Champions League pra siç e hodhëm gjithmonë. Por që duke parë që po vjen ndeshja me Polonin, po afron normalisht që emocionet janë. Sa doli numri nuk të lën të flasësh. S'ka, mua më pëlqen breshëria e telefonatave, kështu që kemi një tjetër, Emir Presti më njëherë. Alo? Alo, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhro. Një përshëndetje të veçantë për ju të dy çuna, keni një emision të shkëlqyer. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Megjithatë, emisionin e keni quajtur Fashë FM, por unë do shtoja edhe një fjalë tjetër që do të thotë Fashë FM edhe të vërteta. Po, dhe ne vitin tjetër kështu do ta aty rrotullohemi ne. Kështu do ta ndryshojmë emrin.
Më pëlqen që Të vërteta sport. po. Të vërteta sport Po. ose të vërteta Petrika. E di si është ideja, di pse kemi këtë be që dhe nëse themi ndonjë gjë kështu, mos na mërzitet njeri, e kupton? Pra po bëj tash e themi. Kështu që dalim të shmangur nga ligji me këtë emër. Po shkelim ligjin, ata po shkelin ligjin, po e bën golin e sa quan jo ligjin. Mo, fix, fjalë me vend. Tani 2 fjalë për Skënderbeun, domethënë Thuaj, po. se ti je i pari, edhe nuk shahesh, po edhe nuk qeshesh. Por ama edhe me vajzat të lozën këta një gol të anë o çuna. Ashtu është. Mbrojtja është shumë e vogël. Ku tret çameti është. Sidomos ata të huaj, që mos i themi me ngjyrë kështu, ata duhet të ruajnë nga njëri tjetri dhe mos përplasen. Ai keq luajnë. S'kam pasqyra ata. Po shnuhet dio ata lozën si majzetori të buri dhot, nuk e di. Nëse suksese për deri këtu e na kënaqin ata me fitore, po deri në fund me brisje në dorë rim, domethënë, ose na presin, ose i presim, dhe s'ka kjo punë. Ashtu shkoj, s'kemi dot siguri. Shkon me të tërë ashtu shkojnë, me këtë do të lozin ata. Më fal, unë e thash në fillim, por më doli nga mendja. Nasteri të pëlqen si futbollist? Në këtë 11 ose në 22 sa janë këta, për mua është Nasteri dhe i Devolli o i Çuçka. Me të dalluarit mos i nga Devolli ti që po e mbron apo jo? Po fix nga Devolli janë fix. Jo se e mbroj, po edhe 3 minuta të loza mund të bëj diferencën. 3 minuta të loza ta bi rastin ose goli. I duhet pak më shumë punë, E po duhet minutat nuk janë në stol, në fush. Megjithatë që unë i ri është ka kohë që ta tregoj veten e ti. Okej, të falenderojmë shumë për telefonatën dhe fjalët e mira që na thua. Ti lëm dhe të tjerëve minuta. Gjithë të mira, shëndet. Shkon nga Devolli, njerëz kanë respekt për të tjerët. Patjetër. Lojtar interesant është, po ka nevojë për punë, Domethënë nuk është jo, je dakord me faktin që nuk është dhënë shansi aq sa duhet. Në fakt ju dha në fillim. Ishte dhanë. Edhe në sezonin e kaluar. Ka bërë mirë, po prapë nuk po arrin dot. Ne tani kur unë nuk them dot për Nasërin që është në nivel, e kam të vështirë të them për Çuçkën. E kuptova. Më kupton. Okej, tani kalojmë pak siç tham te kombëtarja dhe do të flasim për njeriu në momentit nga legionarët kuqezin, që është Ernest Muçi, futbollisti i kombëtares shqiptare, që për fat keq ne nuk e shohim shumë në kombëtaren shqiptare ose do ta shohim tani se tani s'kam, tani është e sigurt që ai do të vijë në kombëtar. Kemi tjetër telefonat që nuk na lën. Përshëndetje. Linjën e bisedës. Alo. Përshëndetje, kush jeni nga telefonat? Na Vlora jam, shkërcimi jam, ku jeni orën e parë më çmendët. Nuk do na do si u kam. Radhën e parë ta vu mungesën ne ora. Me shëndet. Ne u bë merak, madje Petrika të përmendi tha që do jetë nga Vlora. U lodha radhën e parë, nuk su ka pa tot. O shkëlqim. E po na shtëpia mirë jeni. Jemi bërë kështu tani, të afërt fare. Faleminderit. Faleminderit shumë. Çfarë bëhet ande me flamurtarin? Korça. Pa ne flamurtarin zua ta zënë në gojë më. Po pse o shkëlqim? Jo, nuk e dua me flamurtarin më. Nuk është asë gjikundi pare. Do vini në kategori të parë, më duket kështu siç është nisur. Ne do vem në fund të detit, në oqeanin paqësor do vem duke. Lere vetëm Korçën. Korça, bravo u qof, vjenve. Janë fisnikë për mua. E disa situate veçante është kjo që ndodh me ty, sepse një vlonjat që kaq i dashuruar, po them pas Skënderbeut, është vërtet shumë e veçantë. Edhe ne s'dim ç'të themi tani. Jam kurioz, në vitin 2011, çfarë bëje? Na ka shar për le. Në çfarë situate ishe në vitin 2011 ti? Se ma thuaj pak, të lutem. Dgjoj. Flamurtari ishte shkëlqyer më përpara, por nuk ka fajin shkoj. E di ku është puna? Këta thonë ka fajin trajneri. Qa do bëj trajneri ku s'ke fuqi ti o të lozësh futboll? Ma na shkaloj. Lere, shtu pak e zes thonë, ka fajin trajneri thonë. Lero trajneri, qa do bëj trajneri? Po s'pate lojtar thuaj ç'do bëj trajneri, po. Në push atje? Po jore, po nuk rasëm shumë. Nuk ka që bën. Të dëgjova radhën e parë për skuadrat e botës, që je me Barcelonën. Unë kam qenë me Brazilin e Barcelonën, po mbi Brazilin në këtë futboll të botës unë nuk rasoja.
Brazilin e kujt viti? Të 82-shit. Të kujt? 82-shit? 82-shit. Lose Ronaldo ka qenë fenomen. Ronaldo njerë ka qenë... Po mos thua për 2002-shin mo. 2002-shi apo 82-shi se për gjëm gabim? 2002-shi. 2002-shi po. Se për nga thërojmë, s'ka që po që kujtova Ronaldon. Po qërti, shiko, kur kishte pushim në publicitet, unë po diskutoja, i them vazhdimisht Petrikës, po nuk më dëgjon dhe nuk bindet. Nuk krahasohet futbolli sotëm me futbollin e viteve 2000. Se le me përpara. Të roshin gjithë dashën zëmrës, lere. Jeta mëm, lere. Nuk ka pikën e krahasimit. Fare, je shumë në rregull. Do me thënë, gjej një sulmos si fenomeni, ti sa po e the vet, edhe le ta nxjerr Petrika ose kush të dojë që t'i afrohet pa le të krahasohen. Me çan leta që bëri as 4 vite karrierë, nuk mund. Po 4 vite karrierë. Se vedotun, po nuk e vedotun asnjë me 56 gola se në. Lodhem kështu Petrika të mbush mendjen në filloj forme. Edhe si Pelia nuk vin njeri më, futbolli, Pelia. Po nuk jam mbush dot mendjen unë Petrikës sot çimi, kështu që s'kam si them tash. Të 74 nuk vin futboll më. Kanë erdhur i kanë kaluar mu këta. Ja, urdhra. Po. Mos e zgjidhni tash se çimi ka. E lash. Pelia ishte na porta në portë i gënjente të 12 lojtarët, e vetë bën gol. Po si që futbolli atëre me to Pelecka i gënjente Pelia. O çimi të përshëndesim. Pa pozicione as loje, pa serdhi asnjëherë në Europë të gënjente njëherë të 12 lojtarë tu në Europë, pa e usa. Po mirë mo. Sa vaze ka s'flasim do të shua jo. Po. Do ta kemi një emision për vete nostalgjinë, çimi, kështu që do dëgjojmë përsëri. Do më falni pak, se sot do bë kumar, po deri dies ishte kumar futbolli. Po këtu është diferenca. E mirë, kjo e ka prishur pak. Kjo është diferenca kryesore. Kjo e ka prishur pak më po prap këto hiperbolizimet e historisë s'më pëlqejnë fare. Një emision komplet të juve jeni prima. Shumë faleminderit o çimi. Televizioni më i mirë në Shqipëri për ju jeni. Okej, faleminderit, shumë faleminderit. Të përshëndesim. Shëndet. Urojmë gjithë dashur zëmrës. Gjithë të mirat kesh. Faleminderit. Emo tani do ta kemi, kam seriozisht, po do marrim dhe di këtë tjetër se të dy nuk e gjejmë. Do marrim, më merr një ta kesh ti në krahas. Ose jo, do marrim, merr një ti. Jo, s'kam unë. Po s'kam unë vetëm. S'kam, nuk vras mendjen, si mund të ta mbush mendjen, po nuk ka. Nuk ma mbush dot mendjen më fare. Që ka qenë super futboll në krahasim me tani. Absolutisht mo. Po ja mo, e pyesim telefonusin e radhës. Po pyete. Alo. Mua merrish ky. Ja. Alo. Alo. Përshëndetje. Po, të dëgjojmë, këtu jeni në studio. Jo, unë jam nga Durrësi. Shumë mirë. Unë baj mend, baj Jani Kaçin. Ja, urdhro. Nostalgjik pra, po ka lezim se kujtoni. Po, urdhro. Statër Berdhun, video, pse si i këta emra të këtu Statër Berdhun, Jani Kaçi, Për çfarë ti themi këta? Po janë futbollista me emra, se unë jam nga Durrësi. Mirë, po lut na sëri me Skënderbeun, po lut me Jani. Po këtu është fatkeqësia se po luan aseri dhe luajnë këta që përmend zotria. Po këta losin superiore, këta në kategori të parë. Po çfarë u kap debules për ne? Mi pra dakord. Shiko, zotri më fal, Petrikën nuk e kemi shumë tip nostalgjik, kështu që nuk e gërvishtin shumë këto situatat, kujtimet, historitë edhe lavdia e viteve të kaluara. Do falje, po kisha atë debules atë. Po shumë mirë, fol me mua se un jam si ty. Domethënë jemi të ngjashëm bashkë. Un jam te nostalgjia. Na ka mbetur ora andej neve. Petrika avancon. 45 vjet ti o burrë. Dy jo, un jam i vitit 10 vjet. Jo, jo. Ja jam. Respekt dhe faleminderit që na ndiqni edhe nga Durrësi, interesante shumë. Më pëlqen gjeografia. Via bregdetare. Po vazhdon. Më sa duket mos kemi prapë apo jo. Nesër kemi. Jo, shiko. Nuk jam i vjetër më shumë, po thash, kam nisur të shoh futboll në fillim të viteve 2000. Domethënë mbaj pak mend 2000 deri në 2020 deri në 2026-ën. Europianin e vitit 2000 që e mbaj mend shumë mirë, edhe botrorin e 98-s e mbaj mend pak kështu po. 2002-shi pastaj ka qenë kulmi që përmendi Brazilin e famshëm ai. Po tani mund t'i krahasosh më Petrika. Po për çfarë më si krahasosh? Po ai Brazil që ishte atëre, më ata futbollistë me Ronaldinho në kulmin e tij sapo nisi të bënte ato vallëzime. Bëri golin si ishte super Brazil. Po them që po si mund t'i krahasosh pra, ma thuaj? Se jo si krahason. Po ja, pra pyesim me titrin. Krahasoj me Spanjën e 2010. Alo. Po dhe në 2010 mirë ishte. Alo, urdhro.
Mirëmbrëma, ma, si duke. Mirëmbrëma, nga na telefononi se tani... E më do për nostalgjinë. Shikoj. Mirë. Duke ke qefo. Skajgji. Po skaj, jam unë tash, merresh vesh me mua për nostalgjin. Urdhro. Çfarë do kujtojmë? Ai zotëria foli për Jani Kaçi, po ishte Koço Dinella, portieri kryesori i Shqipërisë, jo i Skënderbeut, i Shqipërisë ishte. Po, Korçare kemi dhe Koçon, kështu që Korçare dhe që artist, edhe si njeri, edhe si portier, si sportist. ju jeni nga Korça apo jo? Këtu është shumë i sakt zotria. E si njeri dhe si artist, edhe si portier. Ai që portier i shkëlqyer, ai që portier bote. Nuk mund ta quajë portier i një shteti të vogël. Si Koço Dinella në vaktit i tha në Dania. Është një batutë që po Koço Dinella ka qenë historia vetë e futbollit edhe të Skënderbeut por edhe kontributi i tij në kombëtare. Kam parë edhe një dokumentar që roli portierit ka qenë vendimtar në atë kohë dhe që i dukshëm. Ka qenë përformueshëm. Ka luajtur me gjermanët. Mua më vjen keq që nuk kam arritur dot ti shoh këta futbollist, seriozisht. Më vjen jashtëzakonisht shumë keq. Do doja shumë ti shikoja. Çfarë shikosh? Ore çfarë do shikosh ti? Nuk jam mbush dot. Po kishte futboll në Shqipëri 45-90 për tani. Po lere 45-ën më, po në 70-80 kishte shumë. Po ku ish? O zotri, foli më pak për 78-ën, Skënderbeun e vitit 78 këtij Petrikës. Lere më tani. Foli pak. Çfarë do më flas? Po foli, ne s'kishim, ne në 78 të fillovi kriza, këtu s'kishim bukë më të flisim për futboll. Po s'kishte. Le ta dëgjojmë zotrin. Po e di këtë histori? E di. Dinamos më duket apo Tirana, atje. E di. Mirë. Okej, këto janë të thallë, po s'ka s'kish futboll mos, ishte futboll. Jo, kishte shumë. Ore do të marrë. Atëherë se futbolli me shpirt, lonin me zemër, me shpirt. Pa nivel. Po dhe ne tani, ne të losim kalçeto tani me shpirt do. Po jo, mo Petrika, mos e banalizo tani, se gjithta telefonojnë që marrin dhe thon këtë gjë, tregon minimale, tregon një lloj respekti. Po si mos ka nivel. Ore, unë se s'kam respekt. Atë po të përmend emra konkreta, s'ka nivel thot. Ore, Jani Kaçi, Koço Dinella janë ikonat e futbollit shqiptar. S'ka nivel thot. Po kush ka nivel? Ata që janë sot kanë nivel, s'kish nivel. Ne çojmë lojtar këta që ka Skënderbeu tash. Po ti krahasosh me ata të shtatë të këta zero fare. Tani ne dashur pa dashur e kthyem nostalgji. S'po e dëgjojmë. Nuk zotri më fal, nuk dëgjohesh mirë sepse ke një shkëputje dhe nuk të dëgjoj mirë, por pak a shumë mendimin ta kuptojmë. Kështu që jemi në rregull. Të përshëndesim dhe shpresojmë të dëgjojmë sërish në emisione të tjera. S'kishte nuk unë kam fjalën këtu më që s'kishte nivel kampionati. Po kishte më Petrika, kishte shumë ore, shikoj stadium. Leri më këto, shikoj stadiumet çfarë kapaciteti ishte. Po s'kishin më çbanin njerëzit. Po jo, më nuk kishte më shumë njerëz. Ishte futboll i bukur, jo, kishte emocion. Kishte garë, kishte lavdi, kishte garë. Të gjitha ekipet e kryeqytetit fitonin me ir ose me fajin. Prit se kemi telefonat. Meri një në kohën e komunizmit. Partizani, Tirana Dinamo. Urdhro. Po se e di pse ndodh kjo, sepse futbollistët e rrethave, zotri mirëmbrëma jenë me ne, po ja vetëm sa ta mbaroj pak mendimin të lutem. Futbollistët e rrethave i merrte Partizani, Dinamo, Tirana, se shkonin ushtar e i merrin aty. Po çan ti ka. Edhe normal që ato ekipe do forcoheshin, sepse sot blihen. Tani, po sot ke Rogozhinën ti kampion të Shqipërisë. Po sepse ka mundësi të blej lojtar, atëre nuk blin dot Rogozhinë. Si futbolli, kur më i merr mua ti lojtar do të ta respektoj pak telefonuesin. Një sekond Petrika. Alo. Iku u mërzita e çau. Na fal shumë, po i kemi tani u nxej situatën. Tani jo tani kur na marri telefon ta respektojmë se po nisëm kështu e prishëm fare me emisionin. Ja, ndoshta mori telefonoj sërish, kështu që alo. Portierin Marko Alin, si është mes mbledhej? Nuk të dëgjuam. Desa pyetja për Marko Alin, për portierin. Si është? Thjesht me të. Ka një edhe ja 2 muaj jashtë besoj se do shndroj. 2 muaj e gjysmë ishte diagnoza. Portieri mirë ai, por djalë i talentuar, shumë portieri mirë. Po normale ka kontribuar për ekipin tonë. Tani ne me që tam. Ja, tash po jam patrioti juaj. Po. Ne po flit na dëgjon besoj, na. Po. Për Barbajtë, mirë se jeni kategorinë e parë në zonë parë. Me Kuksin si do ndaj me Kuksin? E do nga ne apo do na i thuash ti parashikimin?
Po, parashikimin e diun se na kanë marrë, na kanë bjerë një kampionat. Mua më pëlqeu parashikimi i Petrikës, apo ta them unë ndoshta se s'na ke dëgjuar, 1-0 gol pas minutës së 85. Edhe atë po e bëm. Edhe ai me kismet. Ky është parashikimi ton. Na dëgjon nga telefoni të lutem edhe apo s'kishte diçka tjetër. Okej, të përshëndesim. Se dhe ne po arim në fund, ta mbajmë me nostalgji. Zotria stononte e folura me të qeshurën. E vura që kishte diçka s'ka gjë. Nuk e kapa, jo. Ndoshta tani nuk un jam akoma tani dua të mbush mendjen, po e kam shumë të vështirë. Nuk më mbush dot mendjen mua në një vend komunist i bre futboll, të më thuash. Nuk ka futboll. Ka lidhje komunizmi. Si s'pas ka lidhje më po. Ore kampionatet bëheshin në vendi prapa mbetur agrar mo. Ata luan, ata para ditë punonin në kooperativë. Nuk mund të flasë, e di pse, sepse nuk e kam. Në orën 12 punonin në kooperativë, pasi të vinin. Thash atij zotrisë që na telefonoi shpare që për fat të keq. Sa do të më thonë këta mua? Nuk e kam parë. Mund ta shpjegoj bre edhe një herë. Sa do të më thonë mua ata? Ja, të thot zotria që do vi tani 100%. Këta. Ja. Po. Edhe ka marrë si me të qeshu si që sharake, po edhe trepiklarkës me laqet. Trepiklarkës të edhim, po? Po, ka frike se do t'i marri, kreu do t'i marri aje, se ka marrë që sharake, edhe nuk i falet me peshkopin 0-0 të dali Korqa, të pa jam bez verën ekipit Korqar. Po. Ka qenë titullar, me fam ka qenë. E po, kategoria e parë për Skënderbeun kështu shkoj tani, po merë pikët, po i shka vikamba bje në umnerë. I ka marrë këshure, qale. Po e di, më zotri, kemi një 10 emisione që e themi. Duhet t'i thrastin mendjes sa të sigurojnë ngjitjen të paktën. Pastaj ka fare të i presidenti, të shiti i veston atë ekipin. Frite ekipin jeme, që çfarë bëhet shumë? Na mori lojtar të saktë ta mori. S'na mori as lojtar, s'na mori as lojtar. Ka, të drejtë ke. Kur do marrë? Unë e vele në këtu që jam pogradecare, ekipin e pogradecit. Po presidenti duhet jetë ta keni gjatë futbollin dore të zgjohet atë që kush lot aty të merr lojtar më të çat surrogata kujdo që po se ka fajin pogradec ta kam thënë edhe më përpara, më nuk e ka fajin presidenti. Presidenti është burr zotni që hedh paran që ky ekip të ngjitet. Tani problemi ku qëndron? Te pogradeci qëndron te stafi. Stafi është i paaftë për të rekrutuar lojtarë, se presidenti ka bizneset e tij. S'do veti gjej presidenti lojtar të zotri. Po jo, presidenti ja qyteti ti zotëri ti thot tash aty që ka lajë kush ashtu aty sekseri që ashtu lojtar ose shefi i klubit aty drejtori çfarë. Po pra, çari ke këta poshtë presidentit, këta i ket paaftë te pogradeci. Po tash presidenti sa ja e rrogën aty trajnerit. Por edhe njëherë më kupto, presidenti Pogradecit është një burr zotni, ose një fare, as emri nuk ja di, thjesht e di si, domethënë atë që bën ai. Ai është një burr zotni që po investon në mënyrë të frikshme për atë qytet. Dhe tani nuk e ka ai në dorë se kush do blihet, se kujt do t'i jepet droga kaq, apo se kujt do t'i jepet droga aq. Gjithë ata që kanë nën vetes, që zgjedhin lojtarët, që rekrutojnë lojtarët, që japin rrogat, i ka të paaftë. Këtë po të them. Sepse me ato investime, Pogradeci duhet të ishte në vend të parë dhe i shkputur me 10 pikë nga Skënderbeu dhe nga Laçi. Kjo është ideja e Pogradecit. Po bima për ata që ka postë të marrë masa e të shfus, po të për ashtu lojtarë. Këtu tani ishte vështirë të gjesh profesionist në këtë vend, edhe kështu vajti kjo punë nepotizëm. Profesionistë të marrin veç nga futbolli nga të tëra aty, jo më merr më ta të zi që atë qasë surrogatë, kujtë që... Kjo është problemi. Falenderojmë edhe zotrin, sepse jemi në fund të emision. Të le aty ta që je dik, ta që me fut më aty. Kujtë se dish. Zotri, të përshëndesim dhe të falenderojmë për telefonatën. Ja kaloshi mire. Gjithë të mira të urojmë. Mire më mire. Rofsh. Faleminderit, unë mbyllëm barovi, ka që ishta. Qa do thë? Jo, mos kisha që thë. S'folëm fare për Champions League në thë, edhe për këta legionarët. Po çka kishim? Ska që do. Mirë se këta do të kemi emision më vete në të afrojsh kombëtarja. Do luaj Muçi në Muçi do të patjetër. Mendon që mund të jetë titullar? Po tash nuk e di, vetëm ti të çmendur Silvinjo mos marrësh lojtar më të mirë. Që do ta marrën, besoj. Ore edhe ta vënë informacion se s'ke asnjë nga këta Aslanrat e Asanrat e çari ke këta të gjithë të tërë. Domethënë nuk ke lojtar që ka minuta në këmbë një. Asani Husteni thë. Ore s'ka asnjë lojtar me minuta në këmbë një. Kaotik i ke tër, broja kaotik. Se si do të Aslani kaotik. Asani andej po luan me në Teheran, andej nga luan ai. Ke atë më, ke më Rejman ai në Ozunin. Asnjë kaotik.
në Sivasspor. Bëri gol. 2 gola. Bravo, në kategorinë e 2 turke. Edhe unë e ti bëm një gol. Ti Mana edhe me Barcelonën kur ishte Stambull. Jo, në Barcelonë, unë atë, kam qenë tifoz i Mana, ta kam thënë 100 herë ta. Po kur të zgënjeu more? Po kur më zgënjeu në ndeshjet me kombëtarën evropian më zgënjeu. Humbi atë rastin me Italinë, fillovi me radhë pastaj. Ishte merita e Donnarummës. Nuk e dënova as pak tek penalltia e humbur me Serbinë, po deklaratat e gabuara në ndeshjen kundër Letonisë. Mirë, okay, tani nuk kemi, do t'i diskutojmë se kur ta afrohen. Po gradualisht po vinë ndeshjet e kombëtares në muajin mars, jemi shumë afër. Do të flasim sërish besoj te Inte në ardhshme. Deri tani erdhi fundi për këtë te Inte, nuk kemi të flasim më. Do ta mbyllim. Kështu që takim te Inte në ardhshme si gjithmonë në orën 17 në emisionin Thashë Them Sport. Mirupafshim.